Kjo që dhe salata ruse për këtë vit mu është e përkryme. Recetën e radhës të fund viti doja lej salatës ruse. Groshën e kam zi që mrom edhe ju këshu veproni. Unë kam marrë një rreth 1 kile. Ja, e lash. 3/4 kile ujë përdora. Pa kryp, vetëm doj lejt, mori val. Ujë, ka zi, e shikoni dhe vetë, ta shti marrë dhe i hudh bizelen, pa kryp, pa gjë. Ju thash dhe ju acilson 100 herë që mos gaboni. Prandaj bëhem me bezdisur. Tash i muloj dhe i lej rreth 25 minuta duke i pak me pirun, që të bëhen jo al dente, po të zi me tamam, vetëm më shkrapanjiten. Bizelet janë zi, gjysmore me orë në dorë kam afru dhe orën e tavolinës që ta shoh dhe ta kem në mbikëqyrje. Tash i mor i zbraz që të kullohen, plahen pak, shu në këtë mënyrë. Edhe ujin do ta hudh për të zi patatet. Do ta lej të ngrofe, do t'i hudh 2 kokra krip, pastaj do t'i hedh edhe patatet, i kam prej kubik. Ja do t'ja tregoj dhe patatet. Tu kam 2 kokra mesatare, 350 gram. Ja dhe uj ziu, do t'i hudh pak kryp, se gjithmonë patatja do pak kryp që të marri shije. Dhe kështu si që është, do t'i hudh edhe, ja, kubik, të vogla dhe këto, sigurisht. Dhe ju thash, një gisht mbi vete, që edhe zien shpejt, edhe vlirat i mbajnë, edhe majnë formën e duhur. Edhe këto do t'a lej rreth 25 minuta, me orë në dorë, gjithmonë janë të nxehta, i kam kullu mirë. Patatet pothuaj se janë marru. Kam 25 minuta, e largoj, e shplaj, ashti ujin që m'ngeli aty, ju thash shumë pak ujë që të mbaj vlerën, ujë ziu, tashti tu kam 5 sopë, mesatare me karota. Lej të zi dhe këto, rreth 25 minuta. A shofi, karota për më është të zi ashtu si që duhet, nuk është al dente, nuk është e tret me shumë që të prishi formën, po është ashtu si që duhet në një salat. Edhe këto i shplaj me ujë të ftohtë, gjithmonë do punoni me ujë të ftohtë, të kullojnë mirë. I lej dhe këto të ftohen mirë. Perimet që kam hudh në këtë tavën janë ftohtë. Dhe marri i hedh në një tas, po inshallah po mi merr dhe tasin. Mos i kthej me nojen tjetër, se gjona me sy janë. Hedh groshën. Trangullin me kavanoz. Gjithë kavanozi vetëm një hoqa. Nuk shplahen këto, që të kanë atë thartinën e duhur. Ja hodhëm edhe gogozharet, i kam heq vetëm një nga kavanozi, si që mora trangullin, mora dhe një kavanoz të këtil për këtë mas, edhe një tuf me majdanoz. Kush të dëshëroj dhe mund mos i hedhi, po mu më pëlqen pak aroma e majdanozit. Hudhim krypën, ta përzitet me krypën, do ta provoj. Gjithmonë, përzierja e perimeve bëhet me 2 lugë, ose me 2 pirunj. Ta provoj pak. Ti hudhe dhe pak, po. Masi ti hudhe piperin e zi. Këtu kam 2 filxhon kafe me vaj ullini. Ajo është mbas dëshirës, mund t'i hidhni edhe pak më pak, po këto e pranojnë se janë gjithë to zarzavat. Kështu që vaj ullini t'i zbut. Dhe 2 pika me kryp. Nuk ka bërthon, po gjithsesi unë do përdor. Ja, pas ka pas pak, prandaj gjithmonë duhet jemi të sigurt për shtrydhjen e limonit. Kush të dëshëroj, nuk është se e tharton, se i hikën dhe shia, gjithmonë në tavolin punohet me limonin.
Ashtu marrë dhe I hedh gjysmën e kavanozit të majonezit, gjithë gjysmën e lej për më sipër, edhe në abodon. Andaj I hedh më pak e kufizume, sa për t'i lidh e përdora. Po përzierja duhet jetë shumë e mirë, duhet të përqëndrohemi shumë mirë ke përzierja. Tashti do t'a provoj dhe I herë për kryp, nuk do t'a lej, se kështu e kam adetit, do gjonat që të kenë shije në gojë. Për mua shumë mirë, edhe thartinën e ka si që duhet, nuk do t'i jetë uthull, se më qëlloj pak e tharët, ose edhe me uthull rrushi e bënim dikur, I hedhnim 2 lugë gjelle, kjo që edhe salata ruse për këtë vit, na gjetë shnoshe mirë, edhe inshallah ju njit dhe ju, urimi im, se ju e kam dhonë me gjithë shpirt, si për ju dhe për veten time.